Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të folur për një reagim të Egli Tako që ka bërë në Instagramin e saj. Filluam muajin tetor, muajin në shenjë në fakt muajin në shenjë të respektit të kancerit të gjirit. Të gjitha ato gratë të cilat vuajnë nga kanceri, këtë e kanë muaj solidariteti dhe unë shpresoj që forca e tyre të jetë më e madhe, besimi i tyre të jetë më i madh për ta sfiduar këtë sëmundje të poshtërt që po na e merr shpirtin. Egli Tako në Instagramin e saj ka reaguar duke postuar një fotografi me fustanin pink dhe duke e ngjyrosur me pink komplet fotografin në shenjë respektit të muajit roz, në shenjë respektit të grave të cilat në fakt ndeshen çdo ditë me këtë luftë të madhe dhe i luten Zotit që çdo ditë të kalojnë këtë gjë sa më lehtë edhe sa më mirë. Tetori, një muaj i veçantë dhe një muaj që ka marrë ngjyrën e shpresës, së forcës edhe jetës, ngjyrën roz. Nuk është thjesht një ngjyrë, është një simbol. Një kujtesë e përditshme që në botën në çdo cep miliona gra përballen me një betejë të heshtur, një betejë të vështirë, por edhe një betejë të mbushur me shpresë, luftën kundër kancerit të gjirit, thot Egli Tako. Egli Tako, ashtu si shumë njerëz që e ndjejnë thellë këtë kauz, ka vendosur të ngrijë zërin edhe për këtë muaj, jo vetëm për të kujtuar, por për të sensibilizuar, sepse fjala kur del nga zemra ka fuqinë të prek mijëra shpirtra. Ky dedikim është një ftesë për të mos kaluar indiferent përpara këtij realiteti kaq të madh, një ftesë për të ndaluar, për të reflektuar dhe për të kuptuar se sa shumë vlen jeta dhe se sa shumë forcë kanë gratë që luftojnë çdo ditë për të mbajtur jetën ndezur. Një nën që zgjohet në mëngjes, i hedh një sy fëmijëve të saj, i përqafon fort dhe shkon për të përballur me një tjetër ditë kimioterapie, një vajzë e re që sapo ka nisur ëndrat e saj përpara se të mendoj për studimet, dashuritë dhe karrierën, duhet të mendoj për një diagnozë që ja ndryshoi jetën brenda natës. Një gjyshe që ka dhënë gjithçka për familjen dhe tani është ajo që ka nevojë për forcë dhe për krahje. Këto nuk janë thjesht histori të largëta, janë histori që ndodhin përpara nesh. Tek shoqënia jon, tek motra jon, tek kolegja jon, tek e panjohura që ecën në rrugën e buzëqeshjes, por fshe brenda vetes një betejë shumë të madhe. Tetori, muaj roz, është për të kujtuar se nuk jemi vetëm. Ky muaj na thërret të gjithëve, burra dhe gratë, bëhemi pjesë e kësaj kauze, na kujton rëndësinë e parandalimit të kontrollave mjekësore, të zbulimit të hershëm, sepse sa më herët të zbulohet, aq më e madhe është mundësia për të fituar betejën. Por mbi të gjitha na kujton se duhet të jemi pranë, të jemi një shpatull ku të mbështeten, një dorë që shtrëngohet fort, një fjalë që thot nuk je vetëm. Egli Tako ka zgjedhur të flasë sot sepse ndoshta dikush diku ka nevojë ta dëgjoj këtë mesazh, ndoshta një grua që lufton e ndjehet e lodhur, ndoshta një familjar që nuk di si t'i jap kuraj, ndoshta dikush që ka frikë të bëjë kontrollin e parë mjekësor. Ky dedikim është për ju që keni guxuar të përballeni, për ju që keni qarë, për ju që keni buzëqeshur, për ju që keni rënë, por keni gjetur forcën të ringriheni përsëri, për ju që jeni shembulli i gjallë i forcës njerëzore. Le të mos e shohim këtë muaj vetëm si një kalendar me ngjyrë roz. Le ta shohim si një mundësi për të ndryshuar mentalitetin ton. Të kuptojmë se shëndeti nuk është diçka që duhet marrë për të mirëqenë. Të kuptojmë se një kontroll i vogël mund të shpëtojë jetën. Të kuptojmë se solidariteti është ilaçi më i fuqishëm shpirtëror. Nuk ka rëndësi se kush je, nuk ka rëndësi sa i fort mendon se je. Kanceri nuk zgjedh, por as shpresa nuk zgjedh. Shpresa është për të gjithë dhe këtë shpresë duhet ta mbajmë gjallë çdo ditë e më shumë. Për të gjithë gratë që luftojnë sot, ju jeni heroinat e përditshme, ju jeni frymëzimi, ju jeni dëshmi se forca e një gruaje mund të thyejë çdo mur dhe atë që duket i pamundur, dhe për ne të tjerët detyra është e qartë, t'ju qëndrojmë juve pranë. Le të jetë ky muaj një zë i fuqishëm, një thirrje që të mos shuhet, një dashuria, vetja dhe përgjegjësimi e shpëtojnë jetën. Në fund mesazhi është i thjeshtë.
Nëse je grua, bëj kontrollin tënd. Kujdesu për shëndetin tënd. Nëse je burr, inkurajon nënën, motrën, partneren, shoqen që të kujdesen për veten, se çdo jetë ka një vlerë të paçmueshme dhe çdo jetë meriton të jetojë e lirë nga frika. Tetor, muaji roz, jo vetëm një muaj në kalendar, por një amanet i përhershëm që na thot, bëhu zëria atyre që nuk kanë forcën të flasin, bëhu shpresa atyre që luftojnë, bëhu kujtesa që të gjithë bashk mund ta fitojmë këtë betejë. Ky është mesazhi i Eglitakos, një mesazh i thjesht, por i madh me domethënien, jeta është e shtrenjtë, kujdesu për të, mos prit nesër dhe vepro sot. Në fakt ky është muaj më i dhimbshëm, ashtu siç Eglitako dua edhe unë të përçoj mesazhin tim. Të dashura nëna, motra, të dashura shoqe, të dashura mike, të cilat luftoni çdo ditë me këtë betejë, të cilat disa orë nga përditshmëria juaj i ndani duke kaluar në dhomën e spitalit dhe duke ndjekur kimioterapin. E di që është një betejë shumë e vështirë, e di që është një luftë me veten që duhet ta bëni çdo ditë. Por nëse ju luftoni dhe ju i thoni vetes tuaj që unë do t'ja dal, ne patjetër që kemi lexuar dhe besojmë në energjitë, dhe ne nëse energjinë tonë fokusojmë në një vend dhe i themi vetes që do t'ja dalim, me patjetër që Zoti do të na ndihmon, sepse besimi jonë është shumë i fortë dhe ne do t'ja dalim që të tejkalojmë këtë rrugën. Të komunikosh me veten dhe t'i thuash vetes gjithmonë fjalë të bukura. T'i thuash vetes gjithmonë mendime të bukura. Ne duhet vetëm të mendojmë bukur, duhet të ndrojmë bukur. Në momentin që ne ndrojmë, mendojmë bukur, ne me patjetër që realizojmë mendimet dhe dëshirat tona. Mendimet të cilat na futen në kokë negative, mendimet të këqija, duke menduar për gjëra që as nuk i dim se kur do të ndodhin, janë thjesht ngatres e rrugës sonë drejt shërimit, drejt suksesit dhe drejt asaj që ne duam të arrijmë në jetë që të jetojmë sa më gjatë pra njerëzve tanë. Andaj në këtë muaj roz, do t'ju kisha lutur që përpos që ndiqni kimioterapi, të luftoni me veten, luftoni me sfidat që ka kanceri, ju lutem shumë flisni me veten tuaj, flisni me mendjen tuaj dhe në mendjen tuaj krijoni vetëm ëndra të bukura. Krijoni vetëm mendime të bukura, me patjetër Zoti është ai që shëron, Zoti është ai që bekon, Zoti është ai që me frymën e tij jo kanceri, po edhe smundja më e keqe shërohet. Zoti di të bëjë mrekulli, ne besojmë në 7 mrekullitë e botës, pse mos jemi ne mrekullia e 8 e Zotit. Kështu, andaj besoni në vete, luftoni për veten dhe me patjetër që do të jeni të suksesshme.